Qarku i Lezhës është i ekspozuar ndaj ndryshimeve klimatike, të cilat po sjellin probleme të ndryshme, kryesisht me përmbytjet. Mosveprimi ndaj studimeve të kryera për të përshtatur me këta ndryshime mbetet shqetësues, siç ishte edhe rasti i qarjes së argjinaturës së lagunës së Vajinit në Tale, që solli përmbytje masive në disa zona. Eksperti i mjedisit dhe i pyjeve Zefi Meraj thotë se dëmtimi i argjinaturës ka ardhur nga mosfunksionimi i kanalit natyror të komunikimit të detit me lagunën. Gjithë qarku i Lezhës është i agresuar nga efektet e ndryshimeve të ngrohjes globale. Për këtë arsye, qysh në vitet 90 të shekullit kaluar, i është paraprir studimeve të njëpasnjeshme për të përballuar dhe për të përshtatur të gjithë aktivitetin e zhvillimit ekonomik, turistik të këtij rajoni me ndryshimet klimatike. Si zgjidhje për shmangjen e përmbytjeve, shihet sistemi kanalit të ujërave të larta dhe atyre komunikuese të detit me lagunën, si dhe mbrojtja e pyjeve. Laguna Kur e Vajin dhe Laguna e Vajinit ka natyralisht dhe të organizuar sistemin e komunikimit me detin, me një kanal prej 1,5 kilometër natyror dhe të gjerë 20 deri në 30 metra. Në qoftë se nuk funksionon ky kanal natyror dhe i mirëmbajtur, gjithmonë është agresuar. Do të tërheqim vëmendjen e gjithë specialistëve se ujit lagunor nuk ka presion. Presioni erdhi nga drini, mos bllokimi i komunikimit lagunës me drinin bani të mundur që të rritet presioni mbi digë, mbi bendin e saj dhe ka dëmtuar. Lezhë u përball me përmbytje masive gjatë muajit nëntor, duke sjellë dëme të konsiderueshme kryesisht në sektorin e bujqësisë dhe blegtorisë. Strukturat e mbrojtjes civile bëjnë dije se vijon verifikimi i dëmeve të shkaktuara në 3 bashkitë e këtij qarku, e në të njëjtën kohë po identifikohen problematika që solli përmbytjet dhe më pas do të kërkohet ndërhyrje.